Në Shqipëri ka dalë lajmi, nëpër media po qarkullon, i hapur për portale, u diskutua edhe në emisionin tim pak më parë, që një pajisje, në fakt një seri pajisjesh, po një model pajisje që vendosen në disa servera, janë instaluar në gjithë Shqipërinë javët e fundit. Problemi kryesor është që specialistët e IT-s dhe të teknikës ngrenë një dyshim se çfarë funksioni mund të luajë kjo pajisje. Para deri tani nuk dim njerë në çfarë niveli është pajisja, sepse pajisja ka shkallë të ndryshme të përdorimit. Po unë do flas me Tomi Kallaxhiun, i cili është ndër ekspertët e mirë të IT-s. Tomi, për çfarë pajisje bëhet fjalë? Tani është një pajisje që parimisht kalon gjithë trafiku i internetit në një service provider, një ofrues shërbimi interneti, që luan rolin man in the middle, do të thënë çdo gjë që vjen nga interneti kalon te kjo pajisja. Që do thotë çdo gjë vjen nga interneti jashtë, vjen në këtë pajisje, pastaj shpërndahet. Vjen në këtë pajisje dhe pastaj dhe njëjta e kundërt, kur vjen nga përdoruesit e ndryshëm, vjen në këtë pajisje dhe ruhet aty. Edhe ruhet. Çdo gjë që bëjmë ne ruhet aty. Edhe ruhet, tani ne nuk e dim fiks nëse ruan email, ruan MAC adresën e pajisjeve, që po e thrasin, për shembull, çdo telefon ka një email, një kod email. Po e porrit email mund ty kollaj brenda. Në momentin që ai merr email, e fillon edhe e profilizon përdoruesin, e thotë në momentin që kjo pajisja fillon profilizon, për shembull, nëse është telefon, ruan email, nëse është laptop ose device tjetër ose smart TV ose laptop, ruan MAC adresën e pajisjes. Çdo gjë tjetër, kompjuter, çdo gjë që pajisje elektronike. Padyshim po. Po Apple Watch-in? Edhe Apple Watch nëse aksesohet edhe lidhet vetë direkte pa një pajisje të dytë, nëse Apple Watch jot për shembull është me eSIM, patjetër që e trakton. Po, unë kam pa eSIM që më rregull. Pra në parim, këta identifikojnë email, po nëse identifikojnë email, çfarë mund të bëjnë? Dhe nëse identifikojnë email, atëherë fillojnë të profilizojnë. Domethënë, shohin se çfarë sajtes viziton ti, çfarë janë videot që ti sheh, kush janë kërkimet që mund të bësh në Google, sepse gjitha këto janë URL publike, këto që ti mund të monitorohen. Çfarë pyet ChatGPT-n? Nëse URL-t e kësaj janë publike, patjetër që po, për çfarë pyet ChatGPT-n, email-et që mund të jenë, sepse email-et po emaili kujt ja nis dhe kush ta nis apo dhe brendësinë e emailit? Emailin edhe brendësinë e emailit. Edhe Gmailin ose Outlookun që janë email. Për këtë kam dyshimet e mia. Domethënë, nuk është e sigurt kjo gjë, por gjithë emailet e tjera që mund të jenë emaile kompanish që janë @tvklan.al për shembull. Nëse nuk janë nëpër servera të sigurt, ajo i dekripton. Tani vetëm një sekondë, që ta shpjegoj për publikun. Kjo pajisje ka ardhur në Shqipëri me justifikimin që të bllokoj TikTokun. Që të bllokoj TikTokun. Po TikToku punon. TikToku në kompani telefonike nuk punon ku është instaluar pajisja. Po. Nuk është aksesueshëm vetëm nëpërmjet VPN-ve dhe nëpërmjet proxyve të ndryshëm që ti mund ta aksesosh TikTokun. Pra kjo pajisje është marrë për të bllokuar TikTokun, por bën edhe një mijë gjëra. Por kjo bën dhe gjëra tjera. Tani mund të përgjojë kjo pajisje telefonin, që do thotë aplikacione të caktuara, po ti marr me radhë. E përgjon dot Facebook-un? Po. Instagramin? Instagramin, nëse biseda midis në Instagram nuk është end-to-end encryption, do të thënë nga të dyja palët e enkriptuar, edhe mundet. Në të kundërt, nëse është e enkriptuar, nuk e lexon dot. Nuk e lexon. Por në rastin e WhatsApp-it për shembull, ka një handshake që quhet, që ai mund të shohë në real time që Tomi po flet në telefon me po ti marr gjithë. Facebooku mund të hyjë dhe të shohë çfarë bën ti, ku je, çfarë ke parë. Instagramin po ta shef normal, por nëse është i kriptuar mesazhi është e vështirë. Është vështirë. Messengerin që është end-to-end encrypted e ka të vështirë? E ka të vështirë, por nëse do hyhet kësaj gjë, sepse ky është një unë këtë e quaj është se tani sikur të vëm nga një kamerë të gjithë banorët e Republikës së Shqipërisë, edhe themi që shiko, ne do të filmojmë ty brenda shtëpisë, por ne do të përdorim pamjet e tua. Në momentin që ndodh në përvjedhje ose krim të shtëpia jote, aplikacionet më të përdorshme në Shqipëri, sipas kërkimeve që kanë bërë, është WhatsApp-i i pari. WhatsApp-in e përgjon dot brendësinë e WhatsApp-it? Jo. Po çfarë përgjon në WhatsApp? Përgjon një handshake që mund të çojë dy persona që po flasin në një moment saktë. Pra ai e shef që unë jam duke folur me ty ose jam duke shkëmbyer mesazhe me ty, po jo brendinë e mesazheve. Jo brendinë e mesazheve. Po Viberin që është po aq i përhapur. Domethënë ne nuk e dim fix exactly, por në momentin që kjo nuk është end-to-end encryption, patjetër që e dekripton. Vetëm nëse është end-to-end encryption nuk e. Po sinjalin? Sinjali ka një teknologji që është open source të më radhë dhe është më e sofistikuar teknikisht po Telegramin, po që
mund të arrihet deri në këtë pikë që thashun që mund të shihet vetëm biseda me këtë duke folur dhe jo Jo kontent. brendësia e saj. Po Tani po edhe kjo është keni privatësisë. Jo, padyshim dhe shumë e Sepse, rëndë, por kam një pyetje Tomi. Po. Kemi parasysh që se flitet është dhe kjo mania e përgjithshme e përgjime. Do i kthehem prapë kësaj pajisjes dhe çfarë shkel kjo. Është kjo mania e përgjithshme e përgjime. Por ne pam që sekretari amerikan i mbrojtjes përdori sinjalin për të folur për një operacion të jetë rëndësishëm dhe sekret të Shtetet Bashkuara. Pavarësisht se gabimisht u fut një gazetar. Dhe që nga ai moment sinjali ishin nga aplikacionet më të shkarkuara momentalisht në komunikim, po. Po, njëkohësisht Telegrami, pronari shpiksi i Telegramit edhe pronari i Telegramit u arrestuan në Francë sepse nuk pranonte të jepte prokurisë franceze, nga më të sofistikurat në botë, materialin e brendshëm edhe me vendim gjykate. Pra tregon që këto aplikacione nuk janë kaq lehtësisht kapshme nga çdo pajisje që vendoset në provider. Jo, nuk janë. E para njerë pajisje si Telegrami e kanë enkriptimin, e mban service provideri, kodin e dekryptimit, dhe prandaj u arrestua edhe rasti i CEO-s të Telegramit. CEO dhe pronar, se i ka bashkë. Në momentin që CEO-ja jep çestat e dekryptimit të bisedës time dhe tënde, atëherë ajo bisedë dekryptohet. Por në rastin e sinjalit asgjë nuk ruhet as i server, as i kod enkriptimi, kodi i enkriptimit regjistrohet vetëm në pajisje, vetëm nëse merret pajisja dhe merret kodi i enkriptimit dyja fajve. Nëse merret celulari, që ai ruan kodin e enkriptimit, dhe merret edhe telefoni jot që ka kodin tënd të enkriptimit, atëherë që nuk bashkon ato, atëherë nuk e shkarkon sinjalin duke marrë vetëm telefonin tënd. Jo. Jo. Duhet kenë të dy telefonat që kanë shkëmbyer. Në të dy rastet kur është end-to-end encryption, përdoret kjo lloj teknologjie, por pyetja është a e ruan ofruesi i shërbimit kodin e enkriptimit tënd? A e ofron? A e ruan në serverat e vet kodin e enkriptimit? Po jo, ne po flasim për përgjim të jashtëm. Përgjimi i jashtëm është i vështirë thotë. Përgjimi i jashtëm është i vështirë, po. Pra, për këto aplikacione është i vështirë, por nuk është thënë që nuk ka pajisje tjera më sofistikuara që patjetër, po pastaj është shkelje ligjit. Ne po flasim në këtë rast, por edhe në këtë rast instaluar. Tani kush i administron këto? Momentalisht këtë pritet ta administrojë autoriteti për sigurinë kibernetike dhe me bashkëpunim me mirë, kush na garanton ne ti je një punonjës i autoritetit për sigurinë kibernetike që nuk të vjen personi që po regjistron dhe thot na 100 lekë, na 10 lekë, na 1000 lekë. Më shif se çka ka bërë Femziu këtë javë. Ka folur me kë ka folur Femziu këtë javë. Po. Kjo është gjë që ne po na shqetëson shumë. Domethënë sot qeveria shikon se cilin nga ne me kë është duke folur. Me kë është duke folur, çfarë sajtesh po viziton, çfarë videosh po fiton, po shikon, çfarë kanali po shikon te klani im për shembull. Mund ta shikoj në real time se çfarë je duke parë. Kush është kanali më i shikuar të aplikacionit klani im për shembull. Domethënë ky është ose në OTT një rrezik real për të parë, për të krijuar profilin, po jo për të hyrë në brendësitë mesazheve të platformave të enkriptuara. Kurse mesazhi SMS po. Mesazhi SMS që ndrymishin. Edhe telefonata. Edhe telefonata. Që ndrymishin këto ruajnë në ka një masë mbrojtje? Masa mbrojtje është përdorimi sa më shumë VPN-ve, por VPN-t që janë serioze të kompanive serioze, sepse këto lloj pajisjesh mund të arrijnë edhe të bëjnë edhe thyrjen e këtyre VPN-ve që nuk janë. S'ka si formë tjetër mbrojtje, jo. Kështu që ne jemi sa pajisje të tilla janë instaluar? Nuk e di sa pajisje kanë ardhur, por aq sa ISP kemi, do instalojmë pajisjet, ne kemi diku të 250 ofrues shërbimi internetit në Shqipërinë, do të kenë ardhur 250 pajisje. Kështu që bëhet fjalë për këto pajisje që vendosen, askush nuk di të thotë sa është e sigurt privatësia jonë dhe sa jemi të ekspozuar. Autoritetet nuk kanë dalë, autoritetet nuk kanë thënë asgjë për këtë operacion. Faleminderit.